Si lëvizjeve vendosen nga dita parë, kemi thonë që nuk janë të nevojshme për faktin që ka pas opsione dhe alternativa që ne ta gjejmë një zgjedhje dhe mos shkojmë zgjedhje. Për fat keq që opozita vendosi që ta çojë vendin në zgjedhje të jashtëzakonshme dhe si rezultat i saj jemi në ballafaqim me qytetarin për një program i cili tashmë është i konfirmuar në dhjetor të vitit 2025, edhe tani fitesa jonë karshi qytetarëve është vazhdimi punëve të mira që ne kemi bërë si lëvizje vendosje në pushtet, po brenda Kosovës edhe jashtë vendit. Normalisht specifikat kryesore ndërlidhe me programin ton, me punët e mira që e mbo dhe me punët që vazhdojnë më bo në Republikën e Kosovës, po mbi gjitha kjo fushat është fushat për me rikonfirmu rezultatin ton dhe për me vazhdu tutje që me nxjerrë vendin nga situata aktuale. Ne që blokadën cilën e kemi pas këtë një vit e gjysmë, me thonë, nga ideja e parë që nuk e dojmë emrin e përveçshëm XY, e kuptuam që opozita e Republikës Kosovës sot në fakt nuk ka problem me emra përveçshëm, ka problem me fituesin. Ne kemi një opozitë e cila vazhdimisht tenton ta portretizoj vetëvendosjen me kondita autoritare, mirë po refuzon rezultatin demokratik. Kështu që si rezultat ne jemi duke u kthy mbrapa tek qytetari i Republikës Kosovës për të prezantuar punën tonë, po mbi gjitha për të prezantuar planet tona për të ardhmen. Ne në mandatin e parë kemi mandatin që kishim, kemi bo punë të mira në disa fusha, po fokusi jonë ka qenë tek siguria dhe sovraniteti i vendit cep më cep, fokusi jonë ka qenë tek ndërtimi i disa skemave sociale, cilat kanë fillu vetëm se me vendosë themel, desa këto 4 vitet e ardhshme për vetëvendosjen në pushtet do të jenë 4 vitet zhvillimit ekonomik e industrial, 4 vitet prodhimit, të fuqizimit të prodhuesit vendor, po mbi gjitha vetëqëndrueshmërisë. Ju dini që kemi disa plane në këtë drejtim, edhe sonte jam këtu për diskutu për këto do t'i flasim, por pyeta një pyetje më generale, me çfarë oferte, me çfarë platforme i qaseni votuesve dhe ju filluat me akuza ndaj opozitës, pra. Para se ti përmendit ato që i quajtët punë të mira, në kokë, në krye të herës kishit akuzat për opozitën se kanë qenë fajtore për blokadën, për çka dhe i kemi këtë zgjedhje. Shumë thjesht e pata për obligim e shpjegu që jemi në këto palë zgjedhje si rezultat i mos dëshirës edhe vullnetit që ka mungu për anës partive opozitare për me gjetë një zgjidhje. Si parti do duhet fillonin me platformat dhe me ju përgjigj pyetjes që ju e bët. Po me që partia në pushtet, po ka dëshirë me u tregu, me e tregu arsyen pse jemi ne sot këtu, është për ta fajsuar gjoja se opozitën. Faktikisht këtu jemi parti politike të ndara dhe nuk jemi më as pozit, as opozit, por kjo jep një shpjegim të thjesht, që partia që i ka pas 51% nuk ka arrit deri tek një zgjidhje e ngërqit politik, sepse s'ka ditë me bo kompromis, edhe e ka shkel kushtetutën shumë herë. Tash, kjo është anash, sepse unë nuk kam marrë sot me folë për arsyet politike, sepse me thonë të drejtën personalisht, mendoj që ju përshtatet shumë partisë madhe veti krijojnë këto kriza, sepse ne në politikë që studiojmë politikën, sundimtarët zakonisht i bëjnë këto kriza politike për ta sunduar popullin. Dhe me të vërtet më vjen keq që në vend se të bëjmë politika për qytetarët, që ja përmison jetën qytetarëve, në vend se na do të flisnim për projektet që i kanë realizuar këta në qeverisje, me 21 miliard që i kam pas gjatë këtyre viteve qeverisje, nuk i din as 3 projekte kapitale zhvillimore me i numru, na duhet me folë kush është fajtori, sepse qytetarët e shkrejt duhet me na dëgju neve të e fajsu njëri tjetrin, ndërkohë që shumica qytetarëve ja kam besu qeverisjen këtyre si parti. Ne në këto zgjedhje, si kapitull e mbylla këtë çështjen e fajit, por ka qenë ditun, me thënë të drejtën, unë kam qenë shef e grupit parlamentar, për asnjë minutë nuk e kam pas ndjenjën që po shkojmë në zgjedhje, ndërkohë që shefja e grupit parlamentar të vetëvendosjes e ka ditë saktë dhe ka pru ligje në kuvendin e Kosovës me kalu me procedura të shpejta sepse po shkojmë në zgjedhje. Sa herë kom dëgjuar këtë frazë, kom menduar që është për shkaqe dramatike presioni, por këta e kishin ditë saktë që na jemi të
shku prapë në zgjedhje. Dhe na si partitë të tjera nuk e kemi ditë, kemi mendu që tu jau miratu marrëveshjet ndërkombëtare, ligjet të cilat janë të mirën e vendit, na nuk do të shkojmë në zgjedhje, kemi marrë pjesë në negociata për presidentin, por ja që kjo partia Vetëvendosjes ka dashur të na çojë në zgjedhje. Tani përdorni ju këtë argument në komunikim me qytetarët. Kjo më intereson ta di si po i qaseni qytetarëve me çka konkretisht ofertoni me ta, sepse ju do të keni një ofertë njërë që të kërkoni besimin e tyre. Oferta jonë politike. Këto arsyet pse jemi në krizën si që jemi. Oferta jonë politike është për me ja kthy vendit stabilitetin institucional, për me ndërtu demokracin institucionale, për me funksionu dhe me pas balancë në mes të partive politike dhe jo një tendencë për t'i kapur të gjitha institucionet publike. Oferta jonë është për t'ja kthyer aleatët shtetit ton dhe oferta jonë është ekonomike para së gjithash për të investuar në prodhimtari dhe për të hap vendet të reja të punës. Ne jemi mbështetës të gjërave të mira, por as gjërat e mira nuk ditën pra me u theksu këtu. Pra ndaj, çka do tjetër konkrete të ofertës sonë, mund të elaborojnë në vazhdim. Këtë herë kemi një slogan që është ndryshe nga zgjedhjet e kaluara, thrasim për me ndalu diçka dhe me adresu Kosovën në një rrugtim tjetër. Ne nuk i prodhojmë krizat, ne mundohemi me adresu ato, dhe kjo adresim vjen me platformën e zhvillimit, dhe më thonë shtylla bazë zhvillimi ekonomik. Sepse edhe raportet ndërkombëtare thonë që Kosova renditet e dyta për nga varfëria. Gjitha proceset e tjera qojnë, në më thonë, në parametrat të cilët tregojnë që vendi po shkon në rrugë të gabuar, edhe nga sondazhet e fundit në fakt, nga respondentë të shumt, është thënë që Kosova është në rrugë të gabuar. Ne shpalosim programin ton pavarësisht sfidave që i kemi jetuar këto 6 vitet e fundit me premtimet e parealizuara të qeverisë Kurti, por po duhet me i thonë 2 çështje. E para që është shumë e vështirë me kuptu në demokraci, kudo, jo vetëm në Kosovë, që një mazhorancë që ka 51% të pushtetit, 60 vota në kuvend Kosovës, thot opozita na çojë në zgjedhje. E dyta është shumë e zërshme me kuptu ofertat sa për të thënë, do më thonë, të zotrit Kurti dhe lëvizjes Vetëvendosje, duke mos pasur vullnetin politik që të trajtohen me mirësi, me dashamirësi dhe me përgjegjësi që vendi të mos shkojnë në zgjedhje. Po ju kujtoj vetëm një thënie të zotrit Kurti pasi që i ka fituar zgjedhjet. Ka thënë së pari kuvendi, pastaj qeveria, pastaj buxheti, e mandej në fund presidenti. Dhe në fakt, këto ishin hapat. Dhe nëse e shikon edhe programin e fundit të lëvizjes Vetëvendosje, dallimin midis programit të shkurtit 2025 dhe të dhjetorit 2025, është po komplet i njëjti përveç sloganit, ka vetëm një faqe shtesë që flet për zotimet e para, 5 zotimet e para, e që kanë qenë kjo nga rendja me i qu për para në këtë 2 mujshin, ose 1 muj e gjysë që kanë qenë në qeveri, me i shty këto ligjet me procedurat të përshpejtuara, pa diskutim normal që duhet të bëhet në komisione, në komisionin për legislacion, në komisionin për buxhet dhe në komisionet për kace. Dhe kjo flet që këta saktësisht e kanë ditë çka po bojnë, sepse e kanë pru edhe çështjen e presidentit ditën e fundit. Ditën e fundit në orë të masditës, përbes, kjo veç seriozitet edhe dëshirë dhe vullnet përmes qeverisë, edhe me pas përgjegjësi për ato se çka të ka dhënë populli, 51%, nuk është. Mirë, e dyta, këtë po edhe vetëm edhe këtë u thoni qytetarëve? Po ne u themi edhe këtë pjesë, programin tonë e shpalosim. Programin tonë e shpalosim gjithmonë. Besoj të gjitha partitë e shpalosim programin e vetë se çfarë mendojmë, si mendojmë, por megjithatë ne ndalemi edhe te pikat të cilat në fund fare edhe ne, edhe pse jemi opozitë, ne jemi qytetarë të Kosovës. Çdo e mirë në këtë vend na prek të gjithëve pa dallim. Edhe çdo mos realizim i projekteve në këtë vend na e vështirëson jetën të gjithëve pa dallim, sepse kur dalim prej kuvendit të prej institucioneve në Kosovë jemi tu jetu. Dhe qeverisja ishte dashur me mat me rezultate. Me rezultate, jo me fjalë, jo me fyrje, jo me linçime, jo me etiketime. Kjo dallimi në fakt midis pozitës dhe opozitës, ose më mirë të them ekzekutivit dhe asaj se çka ndodh në kuvendin e Kosovës, por ajo që dishta me thonë, po ashtu e ndëgjova Lizën duke thonë ne shpalosim punën tonë, rezultatin tonë, e prezantojmë, kështu e tha,
dhe mu m'intereson me ditë cila është puna që keni bëju këtu 5 vjetë dhe cili është rezultati që na nuk shohim ose nuk prekim e unë po kom qep me Mirë, unë i kuptoj partitë opozitare në Republikën e Kosovës, sepse ato nuk kanë ofru asnjë alternativë vetëm tavolinë. Sot nuk kanë çka të tregojnë qytetarit, as për programin e tyre, po as për ofertat, sepse gjitha ofertat që i kanë pasur në tavolinë i kanë refuzuar. Ne kemi parti opozitare, Rezultatet e para nuk mirët, e para në asnjë moment vetëm për 1 vjet e gjysmë në këtë bllokadë nuk i ka interesuar interesi i qytetarit Kosovës. A orkestruar në qeveri keni qenë ju, jo ne. Na jemi veç në kuvend me kërku llogari për juve. Bashkëqeverisjen kanë refuzuar kur akuzojnë për autoritarizëm, kanë refuzuar pozicionin e kryeparlamentarit, madje kanë refuzuar edhe ta shfrytëzojnë afatin kushtetues për me bëni zgjedhje. Sepse neve na e kanë ofruar këtë kryeparlamentarin për cilin 1 vjet na kanë marrë në cilat bllokadë. Përbes që 1 vjet e gjysmë, përpos që e bllokojnë shtetin, këta nuk kanë as ide për çka ka ndodhur në Kosovë. Rezultatet, rezultatet. Unë kom dëshirë, pyetja ime ke shumë konkrete dhe kem bia ato se çka thatë ju. Ata që tha O Elize dashur, nuk kemi nevojë për zhurmë. Jo, ato mos kemi nevojë për zhurmë. Unë pyeta konkretisht me fjalitë që i the ti. Ti the, ne prezantojmë, bashkë kjo se e shkruva fjalinë si e the, prezantojmë punën tonë dhe rezultatin tonë. Unë po du me ditë, sinqerisht, mos u nxej, mos bë zhurmë. Sinqerisht po du me ditë, çka janë punët që i prek qytetari i Kosovës. Unë e kuptoj Elize, ju keni edhe Os keni nevojë ti me kuptoj Elize, ti vetë tregon mua edhe qytetarit Kosovës cilat janë rezultatet e qeverisë të Kosovës këto 5 vite. Cilat? Sa njohje i ke pru ti si pjesë e Ministrisë së Integrimeve Evropiane? Cilat janë? 1, 2, 3, 4, 5. Jo, veç tregomi. Veç tregomi. Po ti du të me dëgjoj, zoj. Po cilë rezultati? Po në të dëgjoj, veç numra me njohje. Që? Te dikasteriut, numra me njohje. Sa njohje keni pru? 5 vjetë. Unë të kuptoj ty. E qetë jo mëne? Vjen për një kandit, shumë e qetë jo mëne. Dër vite keni punu për interesat ngushta. Përbes, për jashojme dhe tërbime. Unë nuk ta lejoj ty me folë këtë sen, sepse ti nuk një Heq nuk një. As nuk e din ti çka punoj une. Vjen shumë keq zonjë, po është fymje. Është fymje edhe tu kshalut me ndalu këtu. Ti as nuk e din çka punoj une, as çka kombone për këtë vend. E ke qenë diaspora atje, e ke kriju Germinin edhe e ardh këtu, edhe jep fonde Germinit përmes ministrisë ku jeti. Po lemës më shti me fola Laile. Ne kemi, kjo është opozita në fakt. Kjo është opozita irracionale, opozita cila nuk ka program, edhe opozita e cila akuzat ju jeni qeveria që s'keni rezultate. Akuzat janë ndërsjella, ju thatë që ata kanë punuar për interesat ngushta. Edhe vazhdojmë me për interesat ngushta. Vetëm kur ju preken interesat e ngushta. Ti kjo është eksponent të opozitës që qohën foltoret kuvendit Republikës Kosovës. Edhe ndaj jush pra ka akuzë që keni punuar për interesat ngushta me Germinin. Unë ala nuk e një një projekt kry. As një njohje. Do me thonë veshëm thajtë thash. Qeverisje fjallësh. Verdikti popullit është ai i 28 vjetorit, ku vetë vendosja ka marrë 51% se rezultati punëve të mira, dhe propagandës milionëshe, dhe propagandës dhe keq përdorimit të parajs publike. Vesh një sekundë. Ajo është e jotja. Retorikë. Os ki nevojë ti me kuptu këtë parë. Ti në qeveri edhe në detyr ato, se që një 2 vjetë jeni në detyr, se veç detyrat s'po dini mi kry. Ti e në qeveri në detyr. Dhe unë po të ljus ty. Unë po të ljus ty. Të lutem. Unë po të ljus ty. Nuk mund është me justifiku mos punën me opozitën. Nuk mund është me justifiku mos punën me opozitën. Zonje nderume, populli ju ka dhonë besim dhe përgjegjësi. Përgjegjësin dhe besimin që e keni marrë nuk e keni ushtru dhe nuk keni bo kur gjo për këtë vend. Sankcionet ju rezultati ju, blokadat ju rezultati ju. Ashtë e mundër, kjo opozit, po se keni jeni tri edhe po mundohem. E para nuk ka plan, e dyta s'ka racionalitet. Opozita e cila ka refuzuar me ardhë me një kandidat. Ma thoni një kandidat. Bashkë qeverisjen, kush të ka... Po është zoti kush ka nalë me qeverisje me qeveri. Ju e keni bo qeverin. Ju s'keni pas nevoj për qeveris. Apo ndalësht tash ta marrune. Apo thu e kemi refuzu. Mjaft tash se ta shone po flas. Nuk ta lejo ty me më thonë mjaft. Vesh ndalu. Apo dëm përgjigje. Apo dëm përgjigje.
Po, nivelin, të ta mbajmë edhe kohën të respektojmë. Unë po ju dëgjoj tash 10 minuta veç të folës, ama du të pas. Është opozita jo, e cila ka thirrë se hanë të jashtëzakonshme për me luftu inflacionin, mirë po sot e refuzon investimin tek qytetarët. Jo, nuk e refuzon kërkush hiç. Jo, ti e bën ad hoc veç para zgjedhjeve. Na jemi për me bo për çdo muaj, për çdo vit. E jo para zgjedhjeve. Ju jeni të pandershëm. Ju bëni politika manipuluese. Po ju nuk korrekt pse nuk absolutisht. Po krejt këto. Jo, veç një sekondë. Lutem, si jep llogari bre që 6 vjet që në pushtet, 6 vjet për qeverisjen tënde. Jo mi kërku pasive opozitorë llogari. Është krejtësisht e kundërta çka do të mendojmë. Liza, ka mundësi me nalon me folpa. Për pakon sociale, me që... Bashkëri ka blokoni Republikën. I kanë qujt për vite me radhë, kanë ardhë në pushtet, kishe me luftu korrupsionin, i kanë marë projektet pi LDK-s, Byroja për konfiskimin e pasurisë ka qenë projekti LDK-s, e kemi mbështet, e kemi votu 2 herë në kuvend, që 6 vjet letëm tregon cilin politikan e kanë shtinë në burg. Cilin politikan, qysh e kanë luftu korrupsionin. Këta janë absolutisht demagog pa asnjë rezultat. Pa asnjë rezultat. Do thotë që ka qenë para pame me projekt buxhet që kemi propozuar Kuvendit e Republikës që Veç një sekundë, lutem, mos fol pa lidhje, se jetu fol pa vërteta. Nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. Kanë sjell ta dëgjojmë, se të dëgjuam, Çfarë veç pak tregoj. Në Kuvendin e Kosovës, ti dëgjojmë edhe tjera. Në Kuvendin e Kosovës kemi qenë dëshmitar, tu e po tu manipulu paraja publike, edhe me u hedh, me u votu në kuvend skemat të cilat nuk kam pas bazë ligjore. Buxheti ka kërku kohën e vetë për me u rishiku, këta e kanë sjell në minutat fundit na kanë qitë para aktit të krym. Ne jemi për mos mja dhanë mundësin partive politike, as dëshirës e një kryeministri me vendos kur don me ju dhonë pare qytetarve. Na jemi për me kriju ligj të veçantë që i financon mbështetjet qytetare gjithmonë dhe jo sikur ti veç nga njerë. Mbështetjet të njëhershme, 1 javë, 2 javë për para zgjedhjeve. Ku ke po ambo? Na jemi për mi rrit ato dhe mi mbështet çdo herë, e jo veç njerë, ku ju kështatet juve. Shiko ta djaftit ku qëndrojnë, sepse është ideologjike. Jo, djaft. Po ti mos, ti lutem, për djaft jeni ju. Për djaft jeni ju që keni shit Vukhamovicit rrym ma shumë se kur do herë, ma shtrejt se kur do herë. 1 miliard euro Vukhamovicit energji elektrike Sërbis. Ju jeni qata. Të djaft majt që ta jeni. Ama byroja me juve ka me pas. Byroja me juve ka me pas fund. Eliza urnot lutem. Po, Eliza, po shkakton debat këtu, pe kandi të zhurmës, po kur po fletni po i dëgjojnë. Të drejtën barabar, unë nuk mund përcaktoj kush ka thot, por e keni mundësi për thënë çka mendoni. Edhe një herë kthena prapë se çato projekte që nuk mi tha Liza, edhe kom të pyet 10 herë deri në fund të programit, deri në fund të emisionit. Tash lem rahat se po du me foli ka minuta atë. Të lutem. Eliza, ta ndaloj mua me fol për neve. Fol zojem pozitë që 5 vjet, fol për rezultatet e tua. Për mu nuk mund është me fol të ndaloj. Të ndaloj me fol për Eliza Hoxhën e për Partinë Demokratike. Nuk je thirrur, jenë vetëvendosje, fol për vetëvendosjen, çka ka bo që 5 vjet. Që to është debati vijandose. Lutem Demrat. Lutem këtë kakofoni që e qujte, po e bën vetë, kështu që mbaje, lutem për vete. Po, lutem. Kërkosh nuk o kundër skemave sociale. Edhe na si parti të djatha jemi në qendër. Lutem mos më përzi asnjë sekond. Fal po ta kthe memorien se ti s'ke jetu në Kosovë, ke punu me Germinin e me këto në Gjermani, nuk e qenë këtu dhe nuk e ke përjetu Kosovën as mas luftës, as rindërtimin e Kosovës, as shpallin e pavarësisë, as rrugën e transformimit nga UNMIK-u në institucione të pavarura. A ka mundësi më nalë? Liza, të lutem të ndëgjojmë, a ka mundësi me më nalë? Na shumë koha pa arrit me dalë të pyetja numër 2. Nalu, unë po të ndëgjoj, të lutem më lejo ta kry fjallën. Liza, ta dëgjojmë, të lutem më lejo ta kry fjallën. Arroganca pushtetit qështu duket. Arroganca pushtetit qështu duket. Edhe i dikuj që ka udhesh ministri. Qofti djath e i majt, përveç vendet që jënë me kapitalizëm, dhe me thonë, të theksuar kështu partit të djathta në ekstremin e djath, që skemat sociale nuk i përfshin
në domenin e tyre qeverisës dhe vendimars, partitë e djathta qendër, për te që e kanë individin e qendër, lirit individuale dhe zhvillimin ekonomik bazu në idenë e mundësive dhe regullimit të sektorit që e jep shteti, përderisa pjesën tjetër e bëjmë palët e tjera në kuptimin e lirisë, veprimit dhe të punës, edhe partitë e djatha e kanë pjesën e skemave sociale, sepse është e pa mundur në vendet në tranzicion, që është edhe Kosova, po dhe në vendet e konsolidume, se kjo zoja vjen për Gjermanisë, edhe atje me gjithat ka skema sociale, e plot shqiptar atje jetojnë me gjithat me skema sociale, deri sa ta marrin mundin me u integru në shoqëri, me lejo ta përfundoj fjalën, mos ma këput, dhe me u integru në shoqëri dhe me u sistemu, dhe me thonë, në një kulturë të re, qoftë qeverisëse, qoftë të punës ose të arsimimit edhe të zhvillimit të tyre mrenda një shoqënie të re, që janë shoqënit jashtë Kosovës. Por ajo që është mirë me a thonë qytetarit Kosovës, është që për herë të parë në historinë e Kosovës, në 4 shtylla që i ka buxheti i Kosovës, prej kohës kur lëvizjave të vendosje është në pushtet, është qëllimshëm, dhe me thonë, e ndryshume logjika ekonomike dhe veprimit të shtetit Kosovës nga 4 shtylla që i ka buxheti, që është shtylla e shërbimeve, shtylla e pagave, shtylla e subvencioneve dhe shtylla e investimeve kapitale, po. Dhe zakonisht, nëse shikojmë historikun e Kosovës dhe zhvillimin e saj, që nga pas lufta me një buxhet shumë të vogël, i cili, që tha Jehona, është rrit vit pas viti, sepse janë sistemu taksat edhe të vëshëja gjëna tjera, shtylla e investimeve kapitale gjithmonë ka qenë me pjesën më të madhe të paras. Dhe është logjike, sepse Kosova është vend i dalur mas luftës dhe ka pas nevojë për rindërtim dhe zhvillim. Ne kemi marrë 83%, rezultatin më të mirë. 83% në Parlamentin Evropian. Projektin konkret të du. O shumë e rëndësishme me kuptu rrugtimin e Republikës Kosovës vis-a-vis Bashkimit Evropian. Veç ju po kuptoni. Jo, po, shiko. Zotit ju po kuptoni. Sa hapa keni shku sankcionet ka shti Bashkimi Evropian, oj Liz, në udheshjen tane, në sankcionet, 800 milion euro asistenti ke u, te dhe qeveria jote, Kosovës ja keni u. A i dinë mërë që këshu mbo me 800 milion euro, sa shkolla, sa qerdja. Jo, qëfar nështrimi, s'keni ditë mërë diplomaci, amatera jeni, ABC-s dini. Ju politik jashme erë nuk mërë, ju jeni amatera. Ato që dike politik jashme e për jashtu. Jo, është amatera jeni. Ju s'merë një vesh, që zerë. Qëta amaterat, që fitojnë 51%, qëta amaterat e kanë dërkomtarizuar ABC-n e politikës nuk e deni. Qëta amaterat e kanë rritë ushtrinë e Republikës Kosovës, e kanë katërtishu Kur? Ju e keni po ushtrinë, a? Po mërë, ju e keni kriju. Ushtria nuk ka pas, veç 2 lloj pluma i ka pas, me neve ka drona Bayraktar. Jo, me juve ka Golotov në Parlamentin e Kosovës. Protesta gas në Parlamentin e Kosovës. Që kjo shembulli dhe modeli që ju portretizon juve. Vjen te për keq për ata qytetarë që ju besojnë juve verbrisht se nuk kanë arritja, i keni ndiku. Vjen keq, me të vërtet vjen keq. Te për vjen keq. Kom nevoj me Mi gënyu qytetarë, në qëtë mazë nuk kanë ndodhë asnjë. Nuk lejot kjo. Ja ke për antarësim që nuk dhe përgjigje. Cilat organizata është antarësu? 23 dhe, hajde thuj. 3 thuj faktën. Cilat organizata? Zavens ministre, more? Zavens ministre keje. Hajde të lutëm numroj 3 organizata. Zavens ministre e punë vetjashme, po. Po normal, kemi veç organizatat numrojmi të lutna. Që unë të numroj një. Për të kartën evropiane. Kartën evropiane për çka? Rrugtimin e Kosovës në qytetin evropian. Jemi pjesë e qyteteve, ju të lutëm. Jemi pjesë e OGP-s, çka kemi mri? Sanksione, 800 milion numra. Sanksione, jo, është e bashkimit. Ka moj me ta kallëzu një se po gëtë se din, që një të sektorit kulturës. Që një kredit po ja u jap. Credit Europe, nuk kam nevojë në mos me dit ato. Sepse shumë mirë, po është Credit Europe. Që po ta jap një rast. Unë kam ardhë me spjegu pozicionin rrugtimit tonë. Është e natyrshme që ndaj partisë që është së fundi në pushtet. Po këto flasin dhe nuk dëgjojnë. Që po du më janë diku rizës, me që nuk i përmeni asë një organizat, prej që atune që thani 23, 4, 5, unë po ta përmeni një. Jo, nuk ti përmeni Cila është e organizat? Ta shpalos një antarësim në organizat ndërkombëtare të Muzeut të Artit Bashkohor, në organizatën ndërkombëtare të Muzeve Evropian, edhe po du me të kallëzu logjikën që është funksionon kjo qeveri. Do me thonë, na e kemi Muzeun në Artit Bashkohor të themeluar në letër,
Muzeu si i tillë nuk ekziston, sepse nuk ekziston kërkon, është një hapësirë në objektin e Ish Rilindjes e cila është rezervu për me u bo aj muze, nuk ekziston aj muze, s'ka kur gjohat u shprast është, edhe me bu me pa postimin e Ministrisë Kulturës, e she një hapësirë të zbrazët pa kur gjoheq objekt, do me thonë e dini që shka qenë pjesa e shtypshkronjes. Të me thonë kjo është me mashtru edhe me rajt, jo veç popullin e Kosovës, për dhe organizata ndërkombëtare.